Pas shitjes së kompanisë Bunkers Petroleum pak javë më parë, një tjetër koncesion pritet të blihet nga kinezët. Tirana International Airport, kompania që ka kontratë koncesionare për menaxhimin e aeroportit të Rinasit, është në negociata për të shitur tek një kompani kineze, emri së cilës nuk është bërë ende publike, edhe pse News 24 ka kërkuar informacion tek institucionet përkatëse në lidhje me këtë çështje. Burime zyrtare nga Tirana International Airport, të pyetur në lidhje me këto negociata, i than News 24 se nuk kanë asnjë koment në lidhje me këtë çështje, ndonse pohuan se negociatat me qeverinë shqiptare për rishikimin e kontratës koncesionare po vazhdojnë. Marrëveshja për koncesionin e Rinasit është nënshkruar në vitin 2004 mes qeverisë shqiptare të asaj kohe dhe kompanisë gjermane. Sipas marrëveshjes së vitit 2004, afati koncesionit është 20 vjet, nga të cilat kompanisë kineze i mbeten edhe 8 vjet të tjera për të shfrytëzuar aeroportin.